Pas ditën e 21 nëntorit ka çelur dyert në Pallatin e Kongreseve panairi ndërkombëtar i Click Expo Group, duke e kthyer kështu Tiranën në kryeqendrën e biznesit dhe sipërmarrjes ndërkombëtare. Të pranishëm në ceremoninë e hapjes së panairit me temë biznes, kulturë, bashkëjetesë ishte Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro, si dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Ministre Kumbaro theksoi se panairi i Klikut është dëshmi që tregon se si ka evoluar Shqipëria, se si kultura nuk është një luks por një nevojë. Ndërsa për kryebashkiakun Veliaj, ky panair mbahet pikërisht në atë godin që u ndërtuar për t'ju kushtuar partisë, që nuk besonte tek biznesi, tek prona e lirë dhe tek investimet, dhe ky është suksesi më i madh i këtij panairi. Presidenti i Click Expo Group Luan Muhameta ju shpreh se aktiviteti është i përbërë nga shumë investitorë nga shumë shtete. Do japim dhe një vlerësim për punën e tyre që ka bërë të dy në drejtimin e njërit ministrisë dhe njërit qytetit Tiranës ku jemi dhe ne. Në panair marrin pjesë mbi 280 ekspozues ndërkombëtar nga 25 shtete. Kultura për herë të parë do të sjellë gjurmën e saj në panairin më të rëndësishëm ndërkombëtar në vend. Në ditën e dytë, organizatorët e panairit Click Expo Group organizuan një mbrëmje gala në Pallatin e Brigadave, ku të ftuar ishin personalitetet të shquara.